Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahu jalla wa ala falenderojm. Dërsa përshëndetjet tona më të mira, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, dhe mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasoj. Vëllezër, sikurse folëm edhe dje, është rënd për një misafir i cili vjen për 2-3 ditë me ardhe me mbajt një ligjërat në të cilën ai ka mundësi të trajton çështje ose problematika prej së cilave mund përfitojnë të gjithë. Dhe gjithmonë ky misafir i cili vjen e ka atë luftë të mbrëmshme me veten e tij se cila është çështja më prioritare për cilën duhet të folë një urdhërues në të mirë dhe ndalues nga e keqja, duke i ditë ne problemet tona të shumta si ummet, dhe duke i ditë ndoshta disa prej problematikave të cilat i kemi, domethënë ne këtu si komunitet në këto troje. Andaj unë kam ardhur me një tjetër për me fol diçka tjetër, po duke ndejt me vëllezrit dhe me hoxhën, ka ndryshuar njeti dhe kemi përfunduar temën cilën sonte inshallah taala do të flasim. Ajo cilën e kam zgjedhur që të flasim sonte është si një përkujtim fillimisht për veten time. Sepse kjo vlen për mua, ndoshta më shumë për mua se sa që vlen për ju. Dhe thirrsi në rrugt Allahu xhella xjalaluhu gjithmonë duhet të ketë parasysh një gjë. Ajo është istislahu nafsihi, përmirësimin e vetes së tij përpara se të mundohet që të përmirëson dikë tjetër. Që do me thonë, me këto fjalë që i them unë, fillimisht kam për qëllim përmirësimin tim para se të kem për qëllim përmirësimin tuaj. Nëse dëgjon dikush këto fjalë mund të thosë se këto janë, do me thonë, qasja është egoiste. Jo, nuk është egoiste, për shkak se përmes përmirësimit tim individual, unë dëshiroj ose synoj që të punoj sa më gjatë në përmirësimin e tjerëve, se s'ka mundësi që të përmirëson dikush të tjerët nëse vetë është i degeneruar ose i korruptuar. Për këtë shkak, kjo çështje është çështje për të cilën ka folë Allahu xhallahu ala dhe e ka trajtuar në forma të ndryshme në librin e tij, dhe është çështje në të cilën pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka investuar shumë nga mundi dhe koha e tij, që nga ditët e para të pejgamberisë së tij deri në ditët e fundit të jetës së tij në Medinë. Është një koncept i cili njihet në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam si as-sidqu ma Allah, që do me thonë të qenurit i sinqert me Allahun. Dhe kur themi të qenurit i sinqert me Allahun, çfarë kemi për qëllim? Kemi për qëllim që kur ti i thu Allahut, o Allah unë e bëj, o Allah unë e besoj, o Allah unë e dua, sinqeritetin këtë është që këtë thënie të cilën ti e shpreh, ta forcojsh, ta vërtetojsh me veprime. Aleikum selam. Ta vërtetojsh me veprime, mos t'jetë vetëm fjalë boshe. Kjo njihet në librin e Allahut si as-sidq me Allah, të qenurit i sinqert ndaj Allahut xhella xjalaluhu. Dhe pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam nga ditët e para i ka edukuar sahabët e tij, në krye me Abu Bekrin dhe të tjerët, që të jenë të sinqert me Allahun xhella xjalaluhu. Që do me thonë, kur ti i ke thënë Allahut tënd, o Allahun të kam besu, dhe o Allahun të dua, dhe o Allahun të friksohem, këto fjalë duhet vërtetuar dhe duhet prezantuar me veprime, mos t'jenë këto fjalë thjesht fjalë boshe, të cilat neve na nxjerrin pozitën e gënjeshtarit. Dhe kjo është çështje madhore në dinin e Allahu xhella xjalalu, për cilën besimtari ka nevojë në gjitha fazat e tij dhe në gjitha periudhat të jetës së tij. Që do me thonë, qoftë ky besimtar i cili dje ka pranuar Islamin, qoftë ky një njeri i cili ka lind si musliman dhe që 30 vjet ndoshta e praktikon dinin e Allahut, ai ka nevojë për njohje të drejtë të konceptit të sinqeritetit me Allahun xhella xjalaluhu. Çfarë do të bëjmë ne sonte? Do të përmendim vetëm disa ajete të shkurta lidhur me këtë koncept të cilat i ka përmendur Allahu xhella xjalaluhu. Ajete, kur gjë tjetër. Shihe se si Zoti i xhella xjalaluhu i ka edukuar sahabët. Shihe se si Allahu xhella xjalaluhu e ka mësuar pejgamberin Allahut alayhi sallam që t'ua kumton sahabeve këtë çështje. Për këtë kam më shumë nevojë unë se sa që ke nevojë ti.
Për këtë kanë pat nevojë sahabët dhe kanë jetu sadiqin. Andaj Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e kishte nofkën si as-siddiqu. Ai është imami I sinqertëve radiallahu ta'ala anhu. Pse? Sepse ka qenë I sinqert në gjithë shka të cilën e ka shpreh me gojen e tij dhe nuk ka thyj ndonjë thënie të cilën e ka thonë. Ka thonë besova, e ka tregu besimin e tij në praktik. Ka thonë jam njeri I besueshëm, e ka tregu besnikrinë e tij në praktik. Ka thonë jam njeri bujar, ka tregu bujarinë e tij në praktik. Andaj Allahu xhalla xjalaluhu e pa cilësuar si as-siddiqu dhe njihej tek musliman si I tillë. I pari prej këtyre ajeteve thot Allahu xhalla wa ala për një realitet të cilin këtu atje, do me thonë elementet këtij realiteti gjejmë në mesin ton, kudo qoftë kjo. Qalatil a'rabu amanna. Thot Allahu than a'rab. A'rab nuk janë arat. A'rab janë fshatarët e arabëve. Janë fshatarët e arabëve, njerëz, fshatarë thojza, njerëz të cilët janë popuj ose pjesë e arabëve, por janë nomad, nuk kanë një vend të caktuar të qëndrimit. Ata lëvizin nga një vend në një vend tjetër. Varësisht do me thonë prej kullotave ku I kanë, I çojnë do me thonë baktin atje për të kullot dhe ata lëvizin varësisht prej lëvizjes së ujrave dhe shiut. Andaj ky popull nomad njihet si arab. Ata kanë pat disa cilësi në kohën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, prej disa prej këtyre cilësive I ka përmendur Allahu xhallahu ala në Kur'an. Qalet il a'rabu amanna. Than thot Allahu a'rab than besuam. Do me thënë ata erdhën tek I dërguari Allahu dhe than ne besuam. Por Allahu xhallahu ala e mëson pejgamberin e Allahut se si t'ju përgjigjet atyre. Se shumë njerëz kanë thënë shahadu an la ilaha illallah ose kanë thënë besuam. Dhe pejgamberi I Allahut sa më është gëzuar me besimin e tyre, se kanë hyrë në fenë Allahut te baraka taala. Por për disa prej njerëzve Allahu I ka dhënë një vërejtje pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, një alarm që këto nuk janë si tjerët. Ose ky person nuk është si tjerët. Thot Allahu: "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Thuaj atyre o Muhammed, lam tu'minu, ju akoma s'keni besu. Ju po thoni se kena besu. Po thoni jemi bo musliman ose jemi dorzu. Ne jemi dorzu ty o Muhammed, po ne nuk jemi besimtar. Atë që shprehim me gojë, ende nuk e kemi këtu. Është vetëm shprehje. Nuk është askund në zemrat tona. Thot Allahu: "Walakin qulu aslamna, walamma yadkhul al-iman fi qulubikum." Akoma thot nuk ka hy imani, nuk ka zon vend në zemrat tua. "Wa in tuti'u Allaha wa rasulahu, la yalidkum min a'malikum shay'a." Dhe po që se ju e pasoni Allahun dhe të dërguarin e tij, Allahu nuk ju mangëson prej veprave tua kur gjë. Çfarë të bësh për Allahun, Allahu ta jep komplet dhe ta shumë fishon deri 700 fish. Dhe nuk mangëson kur gjë prej asaj. Përkundrazi, Allahu ta shumë fishon të mirën dhe të keqen ta lë si një. Madje kur ta bësh të keqen, Allahu thot me laçeve mos ta shkruaj, mos e shkruaj më një herë, se ndoshta pendohet. Ka bëni të keqe, Allahu I thot me laçes mos e shkruaj, se ndoshta ky robi jon pendohet. Edhe s'ka nevojë shkruhet, sepse ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, I penduar nga gjunahu është I njëjtë sikur sa I cili s'ka bë gjuna. Me të barabartë, si me zbo hiç gjuna. E Allahu te baraka o taala thot edhe nëse ju e pasoni Allahun dhe dërguarin e tij me vepra të mira, Allahu nuk ju mangëson asgjë prej punëve tua. Inna Allaha ghafurur rahim. Me të vërtetë Allahu është ghafur, falës, pranon faljen e atyre cilët lypin falje dhe është rahim, sepse Allahu ka pranuar teuben e atyre. Do me thonë është I mëshirshëm xhalla xjalaluhu. Innamal mu'minun alladhina amanu, wa tash Allahu xhalla wa ala tregon realitetin e imanit. Dhe do gjojë besimtar këtë realitet. Innamal mu'minun, me të vërtet besimtar janë vetëm ata. Alladhina amanu billahi wa rasulihi, ata që kanë iman, kanë bindje në Allahun xhalla xjalalu dhe dërguarin e tij alayhi salatu wasalam, thumma lam yartabu, dhe nuk kanë asnjë pikë dyshimi në zemrat e tyre. Nuk kanë pikë dyshimi se Allahu është Zoti I tyre, I cili I ka krijuar. Nuk kanë pikë dyshimi se Allahu është Zoti I tyre, I cili meriton të adhurohet. Nuk kanë pikë dyshimi se Allahu xhalla xjalaluhu është I përkryeri dhe I përsosuri subhanahu wa taala.
dhe nuk kam pik dyshimi se ky njeri Muhammed ibn Abdillah alayhi salatu wasalam është i dërguari i Allahut xhalla xhelalu. Thumma lam yartabu, nuk ka dyshimi vend në zemrën e besimtarit. Shansa s'ka që ky dyshim të hyjë në zemrën e besimtarit. Thot: "Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun." Dhe Allahu te baraka wa taala këtu ka përmend dy gjëra me të cilat ju ka treguar atinve e arabëve që ju akoma nuk jeni në drejtën e Abu Bekrit dhe Omerit dhe Uthmanit dhe atyre tjerëve të cilët e kanë shoqëruar pejgamberin e Allahut alayhi salatu wasalam. Dhe i ka dallu sahabet nga këto të cilët dje thanë ne besuam me dy gjëra. E para është bindja dhe imani i tyre në Allahun xhallahu ala dhe e dyta është çfarë? Është praktika, të cilën ata e kanë mishëruar çfarë? E kanë mishëruar luftë me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam. Do me thonë, e para qenë ka këtu dhe e dyta qenë ka në punë. O ti i cili thuhet du Allahun dhe pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam. Ku është dashuria ndaj Allahut dhe pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam? Ku është imani ndaj Allahut dhe pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam? Muhabet? Allahu na tregon që muhabeti nuk mjafton. Secili mund thot unë e du Allahun, unë e besoj Allahun. Po Allahu xhallahu ala thot innamal mu'minun, besimtar janë vetëm ata të cilët kanë iman me bindje në Allahun dhe pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam, dhe të cilët mishërojnë praktik atë të cilën e kanë mësuar nga Allahu xhallahu ala. Ky ka ajeti numër 1. I dyti vëllezër. Ajet prej së cilit përfitojmë dy gjëra. E para, që s'ka mundësi që dikush konsiderohet besimtar pa bindje të plot në Allahun, edhe çfarë? Edhe pa praktik. Po Allahu këtu ka përmend luftën për krah pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, po ajo do me thonë është kuptimi më i gjerë i të futurit në praktik të asaj cilën ta ka urdhëruar Allahu xhallahu ala. E dyta thot Allahu xhallahu ala e fillon një prej surave e thot: "E hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A kanë menduar njerëzit se do të thonë besuam, do me thonë del dikush dhe thot besova, wa hum la yuftanun, dhe më pas nuk do të sprovohen? A ka dikush që mendon kështu? Allahu pyet, a ka mendu dikush se do të thot besova dhe s'ka me u fut në sprov? Thot Allahu: "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin." Allahu thot i patëm sprovuar ata që ishin para tyre. Do me thonë ata që ishin para tyre që thanë besuam dhe menduan se nuk do të sprovohen. I kemi sprovuar ata që ishin para tyre. Pse? Thot që Allahu të ndan ata të cilët janë të sinqert në thënien besuam, nga ata të cilët nuk janë të sinqert në thënien e tyre besuam. Andaj kush ka mendu që atë ditë kur ai ngrit dorën e tij dhe thot la ilaha illallah dhe ma nuk sprovohet ose është imun prej sprovave të kësaj dynjaje, ky njeri nuk ka kuptuar kurrë prej dinit të Allahut te bareka teala, sepse i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam na ka mësuar të kundërtën dhe ka thënë: "Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthalu." Njerëzit më të sprovuar ishin pejgambert dhe njerëzit të cilët më shumë të ju ngjanin atyre. Këto ishin më të sprovuarit. Pse? Se ishin njerëzit cilët më së miri e njihnin realitetin e ekzistencës së tyre në këtë dynja. Dhe njohja e këtij realiteti dhe afërsia me Allahun e amortizon sprovën. Nuk e bën atë imun prej sprovës. Jo, ai ka me kaluar përmes këtyre sprovave. Është e domosdoshme. Pse? Thot Allahu te baraka teala: "Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu." Që Allahu ti nxjerr në shesh ata të cilët janë të sinqert. Kur kanë thënë shahadu an la ilaha illallah, këta ishin të sinqert o vëlla. Pse? Për shkak të mënyrës së caktuar të qasjes së tyre ndaj sprovës. Andaj kur ju erdhi sprova, e kuptuan që sprova është diçka e cila është e domosdoshme për çdo njeri dhe nuk tha pse mu, pse jo atij tjetrit. Njëjtë sikurse kur i vjen një emir, nuk tha pse vetëm mu ose pse atij e jo mu. Jo. Ki është besimtar kur Allahu jep të mira, dhe është besimtar kur Allahu te baraka o taala e sprovon me bela edhe me sprova të ndryshme. Andaj Allahu thot që Allahu t'i nxjerr shesh dhe ta shohin njerëzit
se kush janë të sinqertit dhe kush të tjerët janë gënjeshtar në pretendimin e tyre se kanë besuar në Allahun xhallahu ala. Andaj pika e tretë, mbas dy të parave është mënyra e qëndrimit të besimtarit ndaj sprovave. Këtu duket i sinqerti prej atij i cili është i lëkundshëm. Për këtë shkak ne nuk i njohim njerëzit derisa të nxehet puna. Po si nxehet puna? Nuk nxehet puna me fesad vetëm. Puna mund nxehet me epsh, puna mund nxehet me parë, puna mund nxehet me post, dhe njerë puna mund të nxehet me çështje banale në sytë tona, po tek ai njeriu nuk është e kot. Atë e nxeh dhe e sheti realitetin prej çfarë brumi është i bam. A është i bam prej brumit sinqeritetit, apo thjesht ai ka atë brishtësinë e imanit të tij sa që nuk mund t'i bën balla provës më të vogël. Njerëzit vëllezër kanë ra dhe kanë tregu realitetin e tyre për 10 euro dhe për 50 euro. Të tjerë jo, kanë pat iman i cili i kanë mbroj dhe nuk e kanë pat aq të brisht, po ndoshta është sprovu me diçka më të madhe dhe ka tregu realitetin e tij. Po ai ndoshta nuk bjen këto sende të kota. Të tjerë kanë ra për sende banale. E këdo Allahu te bareke ve taala e forcon. Ajeti i tretë janë ajete vëllezër. Në të cilin thot Allahu te bareke ve taala në surën Al-Ahzab, e cila surë flet për cilën betejë. O xho, nuk lejohet me fol. A molla drejton? Beteja Ahzab do të ku kanë vdekur shumë sahabë, shumë hafuzë të kohë. Jo gabim e kjo. Tritoni ndoshta gabim ta qes. Për cilën betejë? Beteja Ahzabit po, për betejën e Ahzabit, po ajo ka emër tjetër. Po, është beteja e El Khandaq, e Hendekut. Apo, të ne i thujnë Hendek, sot e kësaj dite. Beteja e Hendekut është beteje çuditshme vëllezër. Dhe surën El Ahzab duhet ta lexon çdo besimtar për të pa se kush janë të sinqertit dhe kush janë gënjeshtarët në pretendimin e tyre besuam Allahun te bareke ve taala. Nuk kanë kalu muslimant në Medinë periudhë më të rëndë se periudha e Ahzabit ose Hendekut. Krizë ekonomike, armiqësi e alatëve nga gjitha anët, tradhti të popujve të cilët kanë nënshkru duke qenë në Medinë, armiqësi nga gjitha anët, përderisa besimtar ka mendu xhallas shkone. E Allahu na e përshkruan këtë gjendje. Thot Allahu: Ja ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun. Thoto ju besimtar, dhe Allahu te bareke ve taala shpesh i përkujton besimtarët për mirësitë. Dhe kjo duhet të jetë si më thon tradit mes nesh. Mësoj vëllaun tënd, mësoj fëmin tënd, mësoj veten tënde që duhet t'i përkujtojmë të mirat e Allahut ndaj nesh. Si kemi qenë me një situatë, Allahu na ka nxjerr nga ajo situatë në mënyrë çuditshme, as ne se dim si, dhe na ka shpëtuar nga një problematikë tepër të madhe. Ose si kemi qenë smur dhe Allahu na ka shëndosh, ose si kemi qenë fukara dhe Allahu na ka pasuru, ose si kemi qenë devijuar dhe Allahu na ka udhëzu, ose si kemi qenë jashtë xhamive dhe Allahu na ka pru në për xhami. Kjo është ni'me min Allah, është mirësi e Allahut për cilën ne duhet të mendojmë dhe duhet tjerëve t'u thojmë që të mendojnë rreth tyre. Andaj Allahu shpesh u përkujton sahabeve: "Udhkuru ni'matallahi alaykum." Mendoni të mirat e Allahut ndaj jush. Dhe Allahu ju thot në këtë sure: Ja ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Thot mendonja mirësinë e Allahut kur ju patën ardh juve ushtri, shumë ushtar. Dhe ne u dërguam atyre një erë, kjo erë do me thon e ka shpartallu ushtrinë e Ebu Sufjanit edhe arabëve për rreth Medinës për një natë. Ka ardhur erava, ka marrë krejt çatorat tendat, derisa ata janë friksu shumë se me të vërtetë është ndodhur diçka e çuditshme dhe e kanë lënë Ebu Sufjanin dhe i kanë lënë Quraysh, arabët të tjerë dhe janë largu. Dhe Ebu Sufjani ka pasë ma nuk ka mundësi që t'u bën ballë muslimanëve. Andaj në këtë luftë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vet ka bërë roje gjatë natës, njëjtë sikur se sahabët, sepse Medinja në dy anë është rrethekuar me gur vulkanik. Në këto gur vulkanik kuptohet që mund individi të lëviz, por lëvizja është tepër e ngadashme, ama ushtrisë mund të lëvizë. Andaj muslimanët kanë qenë mbrojtur nga dy anë të Medinës, i thujnë Harratein,
Edhe nga njëna anë e Medinës ka pat bashkë të palmave edhe kanë qenë fiset e jehudive. Andaj pejgamberi Allahu se ka ditë se ato nuk hyjnë nëpër bafçet e palmave, se kanë frikë, se mos kanë prita nga vetë musliman, dhe nga jehudit kanë bërë marrëveshje që ju na mbuloni neve shpinën. Ka mbet vetëm njëna anë. Ka ardhur Selman el-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ka dhënë propozim që në këtë anë ne të hapim një hendek, taktike e panjohshme në atë kohë për Arab. Po sidoqoftë, hapja e hendekut edhe ndodhi çka ka ndodhur, krejt tregojnë për një situatë të veçantë të muslimanëve në këtë periudhë. Ju kisha këshillu të lexoni rreth betejës së Ahzabit, se beteja e Ahzabit pak a shumë tregon një lloj të realitetit të cilin e jetojnë sot muslimanët. Jo në aspekt ushtarak, po në aspekt të problematikave, se aspekti ushtarak mund të jetë ai fundit i cili vjen si pasojë problemeve tjera të cilat paraprin. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vet bonte rroje me sahabët e tij. Thot Allahu, dhe ne u dërguam atyre një erë të fortë dhe ushtri të cilën ju nuk e keni pa, do me thonë ushtri prej melaçeve. Vazhdon dhe thot: "Wa kana Allahu bima ta'malun basira", dhe Allahu shihte atë të cilën ju e veproni. "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum", kur ju erdhën nga nalt, do me thonë nga veriu dhe nga jugu, ose do me thonë nga dy anë, cilat ju nuk i keni prit, sepse muslimanët nuk kanë prit se jehudit do ta thënë marrëveshjen. Ata kanë qenë sigurt se ne jemi të sigurt nga ana e tyre, ato kanë bërë marrëveshje, u kry puna, nuk i hapin dyert, por ama ata e patën thim marrëveshjen. Andaj muslimanët me njerë ndjen veten të rrezikuar, ne jemi këtë anë duke prit nga ana e hendekut, ata e kanë rrugën hapët nga ana tjetër. Në mënyrë automatike, familjet e besimtarëve më ishin të rrezikuar nga armiku. Thot Allahu te baraka o taala: "Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa", thot Allahu, dhe kur ju erruan syt, për çfarë? Nga lajmi se jehudit e kanë thyj besën. Çka u ka shku ndërmend atyre? Fëmijët, gratë, kush i mbron ata? Jo se jehudit e kanë thyj besën, ka transmetime se dhe ata kanë dashur marrin pjesë në pushtimin e Medinës. Jo se bujrum, jo. Edhe ata kanë dashur marrin pjesë. Thot dhe juve ju erruan syt, wa balaghatil qulubu al hanajira, dhe ju ka mri zemra në fyt. Kujt i ka mri zemra në fyt? Sahabeve trimave, si Aliut radhiyallahu anhu, si Usaid ibn Khudairit, si Muadhit dhe tjerve, trimat më të mëdhi që i njeh historia e njerëzimit. Po njerëz janë, kanë emocione, kanë gjak i cili rjet në për to. Andaj thot Allahu te baraka o taala: "Wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa", dhe menduat për Allahun çfarë? Mira keq. Cila është e keqja? Çfarë kanë menduar? Se Allahu te baraka o taala s'ka me na ndihmu në këtë betejë. Kjo është mendimi i keq të cilin Allahu e ka përmend për besimtarët në këtë situatë. Se dikush prej tyre ka thonë, Allahu nuk na ndihmon më. Po na ka ndihmuar në Bedër dhe në Uhud dhe në Hamraul Asad dhe në betejë të tjera, ama në Khandek ne xhallas. Jena të hub. E Allahu këtë mendim e ka konsideruar si mendim i keq i besimtarëve për Allahun. Dhe e ka tregu mendimin, kush e ka ditë këtë mendim? Askush. As nuk e kanë shpreh. Allahu ka thënë, ju keni mendu keq. Allahu te baraka o taala e di këtë. S'ka nevojë ta di askush. Është thjesht mendim. Apo, Allahu ana merr neve përgjegjësi për mendime. Jo nëse nuk e shtim praktik mendimin, por Allahu ju tregon se besimtarit nuk i takon me mendu kështu. Ti je besimtar, ke thon la ilaha illallah, ke thon amantu billah, besova Allahun, ti s'bën me mendu për Allahun ton te baraka o taala në këtë formë. Thot Allahu xhallahu ala: "Hunalika ibtuliya almu'minun", para mendoje. Allahu tash ju thot, ju keni mendu për Allahun keq. Po tash Allahu si me ju arsjetu se hunalika ibtuliya almu'minun. Po atëherë u sprovuan besimtarët. Do me thonë, ky mendimi i cili ka ardhur është deri diku i arsyeshëm. Pse? Për shkak të sprovës rënd. Hunalika ibtuliya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida, edhe u dridhen me një dridhje të fortë dhe të rëndë. Nuk është kjo sprove thjesht, është sprove rënd e Allahut për këtë, për besimtar. Vazhdon Allahu dhe thot: "Paramendoje, ti ki gajlet tua, edhe dalin mesin tant njerëz, cilët hanë dhe pinë dhe flenë me ty, dhe çfarë bëjnë?
ta shtojnë mendimin e keq për Allahun. Çfarë bëjnë? Ta shtojnë mendimin e keq për vëllezërit tu. Çfarë bëjnë? Ta shtojnë mendimin e keq për rrugën cilën jeti. Thot Allahu: "Wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim marad." Dhe kur munafikt dhe ata cilët zemrat e tyre kanë smundje, Allah nuk I ka barazu të dipat. Për njënën kanë thonë se është besimtar, po kanë zemër çfarë? Ka smundje. Ama ai besimtar është musliman. Ama ka një lloj smundje e cila e bën të fole. Që na tregon se ky njeri duhet shërohet. Çfarë shërimi? Nuk do t'i ilaçet marrë. Po ky njeri duhet shërohet në aspekt të imanit. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Nuk na ka premtu ose nuk na ka pru besimi jon në Allahun dhe në pejgamberin e tij vetëm se çfarë? Vetëm se mashtrim. La haula. A e thot besimtari këtë fjalë? Po munafikt kanë bë partinë e vet. Ku dikush prej besimtarëve ka rënë ngrackën e tyre. Kanë qenë pakic, po dikush ndoshta ka qenë me ata kur munafikt kanë folë dhe ata kanë hesht. Dhe Allahu I ka thonë që edhe këto e kanë thonë, jo se çdo besimtar e ka thonë, ose ata cilët kanë qenë, jo se secili prej tyre e ka thonë. Jo, pa I ka hesht kur këto e ka thonë dhe ki nuk ka reaguar. Po ka ardhur reagimi nga Allahu, nga I dërguari Allahu dhe nga besimtarët e sinqert. Wa idh qalet ta'ifatun minhum, dhe kur tha një grup prej tyre, prej munafikëve, ja ehle Jethribe, o banorët e Jethribit. Tash është pyetja vëllezër. Në cilin vit ka ndodhur betejë e Ahzabit? A e dini parafërsisht? Ka ndodhur mbas Bedrit apo? Mbas Uhudit apo? Prej betejave të mëdha ajo është e treta ose e katra. Që do me thonë ka ndodhur vitin e 5 ose të 6-tin. Medinja në atë kohë është quajtur Jethrib? Jo. A e kam pat leju me ta quajnë Jethrib? Se dritoni tash ja qëllë. A e kam pat leju me quajtë Medinën Jethrib? Jo. Medinja është quajtur Medinetu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qyteti I pejgamberit Allahut alaihi wasallam. Po pse këto e përdorin fjalën Jethrib? Kanë ardhur munafikët e besimtarët dhe çfarë ju thon? Ja ehle Jethribe, o banorët e Jethribit. Po ti deri dje në Medinë e kemi quajtur. Si me ju thonë atyre, sistemi ju I shkoj ma, s'ka Medine. Kthehena në çfarë? Nacionalizmin ton të vjetër, në kabelizmin ton të vjetër. Sistemi juj me cilin ju keni punu, dhe ja keni ndru emri qytetit ton, dhe keni thonë se Zoti ja ka ndru emrin, sot u kri puna e ti. S'ka ma, nuk ekziston. Ata janë mundu për mes kësaj të bëjnë luftë psikologjike kundër muslimanëve. Qalu ja ehle Jethribe, la muqame lekumul yawm. Sot ju s'kini vend. Sos puna juj. Ju jeni tu qëndru jashtë qytetit, kurse ne jemi në qytet, se munafikët s'kan dalë luftë. Ato kanë qenë në periferi qytetit. Ka thot Allahu te baraka taala. Farji'u, ka thonë, o sos puna juj, andaj kthehuni çfarë? Ja kthehuni shtëpit tua, lini armikun le të bëj çfarë doj, ja kthehuni në çfarë? Dinin e vjetër tuaj. Tu dijet mund tjetë. Ka thonë Allahu te baraka wa taala, o yasta'dhinu fariqun minhum an-nabi, dhe një grup prej tyre cilët kanë bë roje me pejgamberin Allah sasem, kanë lyp izën pejgamberit Allahut. Çfarë? Kanë thonë ja Rasulullah, ne kemi familjet. Po tamam pejgamberi Allah sasem, a nuk e ka familjen atje? Ebu Bekri dhe Omeri dhe tjerë, a nuk i kanë familjet? Gjithi kanë familjet. Po të parët cilët kanë çu dorën dhe kanë thonë, izën o I dërguari Allahut, se vjen armiku nga ajon, ne duhet familjet me imbroj. Inne bujutena aura, ne I kemi shtëpi tona të shpalosta, si me jetu ato me një pjesë të veçantë, ku me të vërtet shtëpitë e tyre kanë qenë shpalosta. Jo, ajo që ka shpalos ato, ka qenë brishtësia e imanit të tyre, ose gënjeshtra në pretendimin e tyre se ne jemi besimtarë. Andaj kanë minjerë të partë, kanë lyp izën, kanë thonë ja, ne duhet me lyp izën prej pejgamberit Allahut dhe me shku me mbrojt familjet tona. Frika e ka bo që ta shpalosin realitetin e tyre. Thotë Allahu, wa ma hiya bi'aura I yuridune illa firara. Dhe ata realisht si patën shtëpit e shpalosta, po nuk dojshin vetëm se që të dezertojnë dhe të ikin nga lufta. Vazhdon Allahu dhe flet për detaje këtij konfliktit mes besimtarëve dhe munafikëve, derisa thotë Allahu xhallahu ala, yahsabun al-ahzaba
lem yadhhabu. Thot mendojnë që aleatët e arabëve nuk kanë shku. Munafiqët mendojnë se ato ende janë aty. Nuk e dinë se Allahu ka shpartallu ushtrinë e tyre, kanë ik. Ata ende janë filmat e luftës. Munafiqët, nga frika e madhe se imani nuk ka zonë vend zemrat e tyre. Ende ata merren me luftën dhe frikën nga lufta e madhe të cilën e kanë bata ndaj pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dhe nëse ishin me ju, o i dërguari i Allahut, dhe po që se ndodhte luftë, ato s'kishin luftu vetëm se një numër i vogël prej tyre. Pse ata nuk besojnë na që ju besoni. Allahu vazhdon dhe thot laqad kana lakum, dhe shikojë shembulltyrën e pejgamberit të Allahut në çdo send dhe në situatat më të vështira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Ju me të vërtet keni shembulltyrën më të mirë. Pse Allahu i ka përmend këtu shembulltyrën e pejgamberit të Allahut alayhis salam, mënyrën e qëndrimit të tij dhe menaxhimit të situatave. Po edhe unë kam familje, sa gra ka pat pejgamberi Allah? Në gra i ka pat në qendër qytetit. Nuk ka qenë i Medines, familje të mbron nga armiku. Ka qenë i huaj. Edhe muhaxhirin të tillë. Andaj Allahu thot laqad kana lakum fi rasulillah. Ju në pejgamberin e Allahut keni yrnekun më të mirë. Për ka? Nuk është yrnek për çdo njeri. Është për atë njeri që synon Allahun dhe ditën e gjykimit, do me thonë xhennetin e Allahut te barekata. O ti i cili thuhet du Allahun, dije se nuk ka mundësi të arrish tek Allahu përveç se duke marr yrnek pejgamberin e Allahut alayhi salatu wasallam. Vazhdon Allahu te barekata dhe thot walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kur i kam pa besimtar, paramendoje mendimin e munafikëve dhe fjalët e tyre, tash shiko reagimin e besimtarit të sinqert. Dhe kur besimtarët e sinqert e kanë pa këtë numër të madh të ushtrive dhe aleatëve që janë mbledh për rreth Medinës, thanë çfarë? Kjo është ajo që na premtoi Allahu dhe i dërguari i Allahut alayhi salatu. Ne kemi ditë se ne do të sprovohemi dhe sprova vjen varësisht prej nivelit të imanit të besimtarit. Andaj ne kemi ditë se këto nuk do të vinë vetëm Kurejsht tash, po kanë ardhur në Bedër Kurejsht, kanë ardhur në Uhud Kurejsht. Po hera e ardhshme ku do të ketë betejë të madhe, do të vjen çdo një arab i cili është në aleancë me Kurejsht. Andaj thanë kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Dhe ka thonë të vërtetën Allahu dhe i dërguari i tij. Ky është besimtari i vërtet. Munafiku pak ti nxehet puna, thot ku është ndihma e Allahut? Allahu na ka mashtru, Allahu na ka tradhtu. E besimtari thot wa sadaqa Allah. Allahu e ka thonë të vërtetën dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dhe këto rrethana, çfarë ju kanë bërë besimtarëve? Po vallahi, i kanë nxeh deri në atë deregje. Njëjtë sikurse kur e nxeh arin dhe nuk lën të asnjë metal tjetër. Allahu thot, dhe kjo nuk ju ka shtu vetëse shkëlqim. Çfarë forme? Illa imanan wa taslima, përveç se Allahu ju ka shtu imanin edhe dorëzimin e plot ndaj Allahut. O Allah, unë jam rob i yt i dorëzuar ndaj teje. Ç'ki rob i dobët? Kështu kanë sahabët radiyallahu ta'ala anhum. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh. Prej besimtarëve ka burra, çfarë kanë bërë? Këto burrat sadaqu ma ahadu Allah alayh, të cilët kanë qenë të sinqert në besën që ja kanë dhënë Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu i ka lëvdu të sinqertët në besë që i kanë dhënë Allahut. Ka thonë la ilaha illa Allah, ka thonë do ta mbroj pejgamberin e Allahut, e ka mbrojt ashtu si që ja ka dhënë besën Allahu te barekata. Vazhdon Allahu dhe thot: "Faminhum man qada nahbahu", ka prej tyre të cilët çfarë? Ai ka dhënë besën, e ka dhënë jetën duke u mundu ta dhënë besën, ta japë besën. Ka shku. Po çfarë ka bë? Nuk është e rëndësishmja a do të arrish deri në cakun final. E rëndësishmja a do të vdesish në rrugën cilën ja ke dhënë besën Allah.
Se ne synojmë diçka të lartë, po ajo nuk është në dorën tonë, është në duart e Allahut te bareke te ala. Është e rëndësishme si do të vdesim. Andaj thot Allahu, dhe ka prej tyre të cilat e kanë dhënë shpirtin duke u munduar që t'ja japën besën Allahut dhe të jenë sinqert në kontratën që ja kanë dhënë Allahu te bareke te ala. Wa minhum man yantadhir, dhe ka prej tyre të cilat presin njëjtin përfundim. Wa ma badalu tabdila, ndërsa ata nuk ndryshojnë as një centimetre prej besës që ja kanë dhënë Allahu te bareke te ala. Pse? Për shkak të sinqeritetit të tyre kur i ka thënë Allahut la ilaha illallah. U kry puna e tij. Ky është besimtari sinqert ndaj Allahut xhella xhelaluhu. Ajeti tjetër thot Allahu te baraka te ala: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir." Thot Allahu, nuk është mirësi vetëm që ta kthesh fytyrën ka lindja ose ka perëndimi. Por mirësia e vërtet është mirësia atij i cili beson Allahun, edhe ditën e gjykimit, melaqet e Allahut, librat e Allahut dhe pejgambert e Allahut te bareke te ala. Wa ata al-mala ala hubbihi, mirësi thot është edhe ai i cili jep pasurinë kur e don shumë edhe kur ka nevojë për të. Apo kush prej neve se don pasurinë? Krejt e duan. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allahu thot dhe ju e doni pasurinë me një dashuri të madhe. Allahu thot ky e jep pasurinë tu e dashtat. Po e lufton veten e tij, se din se kjo është investim për ardhmërinë e tij në ahiret. Thot wa ata al-mala ala hubbihi dhawi al-qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilin. Thot jep pasurinë të afërmve, miskinave, fukarave, atij i cili ka mbet në rrugë, jetimave, çdo njeriu i cili ka nevojë, ki jep prej pasurisë së tij këtyre grupeve të njerëzve. Thot wa aqama as-salata wa ata az-zakat, e fal namazin dhe jep zakatin. Po ki pak para çfarë bante? Jepte. Po ajo dhënje nuk është dhënje zakatit. Është dhënje tjetër me cilën veçohet njeriu bamirës. Andaj thot Allahu, dhe e fal namazin dhe jep zakatin. Me të parat ai arrin derexhen e plotësisë së imanit të tij. Kurse e dyta, namazi dhe zakati janë çfarë? Janë obligime dhe farze ndaj Allahut te bareke te ala. Vazhdon Allahu dhe thot: "Wal mufuna bi ahdihim idha ahadu", dhe janë ata cilat e çojnë në vend besën e tyre kur ta japin. Dhe ne kur kemi thënë la ilaha illallah, kemi dhënë besën tonë Allahut te bareke te ala. Prej cilësive më burrnore të besimtarit është të jetë besnik dhe të jetë i sinqert ndaj Zotit të tij xhella xhelaluhu. Thot Allahu: "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Edhe ata cilët bëjnë sabër fil ba'sa'i wad-dharra, fukarallëk dhe në gjendje të vështirësive siç është lufta. Thot Allahu, këta janë të sinqertit dhe këta janë të devotshmit. Po sabërli, nuk prishet për një fjalë, nuk prishet për një sjellje të keqe të dikujt, nuk prishet për një krizë të vogël ekonomike. Është sabërli sepse e din se jeta të cilën ne e jetojmë ka batica dhe zbatica, ka ditë të mira dhe ditë të vështira dhe të rënda. Po ky njeri është sabërli. Këto thot Allahu janë të sinqertit dhe këta janë të devotshmit. Përfundimisht vëllezër, unë themi në pika të shkurta. Kush është njeriu i sinqert? Dhe Allahu te bareke te ala. Themi është ai i cili si cilësi të vazhdueshme të tij gjithmonë shoqëron mendimin se Allahu te bareke te ala e din zemrën time. Andaj unë kujt i fshehem? Allahut? Andaj pse të bëj unë jetë dyfisht, të flas diçka dhe të besoj diçka tjetër, dhe mundohet që të bën përputhshmërinë e gjendjes së zemrës së tij me atë të cilën e thot. Andaj përmirëson zemrën, përmirësim ky i cili do të duket në trupin dhe në gjymtyrët e tij. Tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Nuk ka mundësi që të bën zinaqari duke qenë besimtar. Dhe s'ka mundësi që të vjedh
vjedh si duke qenë besimtar. Me fjalë tjera, ky i cili ruhet nga zinaja është njeri i cili është i sinqert ndaj Allahu xhelle xhelalu. Ky i cili ruhet nga tradhtia dhe vjedhja është njeri i cili është i sinqert ndaj Allahut te bareke ve teala. Andaj kjo ke e para. E dyta, kush është i sinqert ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, është ai njeri i cili ka një qëndrim të caktuar burrnor ndaj sprovave. Andaj Allahu tha: "E hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A menduan njerëzit se do t'i lëm thon besuan dhe më pas nuk do të sprovohen? A kanë menduar kështu? Kjo është e pamundshme. Wa laqad fatanna alladhina, thot Allahu, i kemi sprovuar ata që ishin para tyre. Pse? Që ta di Allahu kush është i sinqert ndaj prej atij i cili është gënjeshtar, që Allahu të nxjerrë në shesh ti o besimtar sa je i sinqert në pretendimin tënd se unë jam besimtar. Dhe e treta, vëllezër, është ai njeri i cili është i gatshëm të jep sakrificë dhe mund për çfarë? Për veten e tij. Krejt sakrifikojnë për veten e tij. Përveç dembelit. Dembeli s'do, edhe dembelin e ka sakrificë për veten e tij, se s'do me ja prish vetes qefin hiç. Atë e bon për veten ai. Është ai i cili sakrifikon dhe jep mund për dinin e Allahu xhelle xhelalu. Kjo është prej shenjave më të mëdha të njerëzve të sinqert ndaj Allahu xhelle xhelalu. Andaj ky i cili sakrifikon për din të Allahut nuk është ai i cili urdhnon njerëzit, "Ej, feja Allahut", po kur duhet me punu është i fundit i cili punon. Kur duhet me dhënë është i fundit i cili jep. Kur duhet me sakrifiku është i fundit i cili sakrifikon. Kur duhet me vepru është i pari që bjen të flen dhe i fundit i cili zgjohet. Kjo nuk është prej shenjave të njeriu të sinqert. I dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, Muhammed ibn Abdillah, në betejën e Hendekut, sallallahu alaihi wasallam, i shtyr në mosh për mbi 55 vjet. Këtë mosh pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka pat 57-8 vjet. E hapshin Hendekun me asnjë mjet modern që ne e kemi. Dhe kush ka qenë në Medinë dhe shumica prej jush kanë qenë në Medinë, e din çfarë toke gurore është ai vend. Nuk ka zall, nuk ka rër në atë vend, ka gurishte. Dhe ato në atë gurishte kanë hap Hendek. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vetë mirë mjetet e punës dhe i barte edhe gurzit dhe hapte Hendekun alayhi salatu wassalam. Dhe ju thoshte atyre, Allahu Akbar, është liruar Stambolli dhe ka ra Persia dhe ka ra Bizanti e kështu me radhë. Që o besimtar, pa marrë parasysh se në çfarë kriza të rënda ne kalojmë, ditët e ndritshme janë përpara nesh. Asnjëherë besimtari nuk humb besimin në premtimin e Allahu xhelle xhelaluhu. E jona është puna e sinqert për Allahun. Rezultati është në dorë të Allahut te barekuta. Andaj, lutja Allahun xhelle wala që Allahu na jep sinqeritet. Dhe të na bën prej atyre të cilët kur t'ja japin besën Allahut, janë të gatshëm edhe jetën ta japin vetëm e vetëm mos t'ia thënë besën Allahut te barekuta. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.